Një zanat mësohet mirë aty ku ai ushtrohet. E duke ndikur këtë logjik për herë të parë këtë vit, 30% e mësimit të nxënësve në shkollat profesionale do të bëhet në biznese. Madje Agjencia e Arsimit Profesional po lidh me bizneset marrëveshje që të punësojnë të diplomuarit, bazuar kjo mbi praktikën gjermane. Përveç se të përvetsojnë profesionin, duke qenë në biznese, në ndërmarrje, të kenë edhe mundësinë që pas përfundimit të shkollës kenë një shans real punësimi. Dhe ne jemi në këtë anim duke punuar së pari për të hartuar ato programe në të cilat në shkrimin e marrëveshjeve mund të institucionalizohet. Programet të tilla janë programet e bazuara në arsimin dual, i cili është një arsim i fokusuar me në bazë ndërmarrjen dhe marrëdhënia është në radhë parë një marrëveshje punësimi ndërmjet nxënësit dhe ndërmarrjes. Fluksi i nxënësve të interesuar për arsimin profesional ka qenë shumë i lartë. Në disa prej këtyre shkollave regjistrimet janë mbyllur për shkak të plotësimit të vendeve, por edhe në shkollat e tjera është vendosur të mos merren nxënës që mbeten pa u regjistruar në gjimnaze për shkak të mesatares së ulët. Degët më të kërkuara janë hoteleri turizmi, degët e shërbimeve të mjeteve transportit, që janë në përgjithësi në vitet e fundit një trend në rritje, dhe teknologjia e informacionit për cilën ka pasur gjithashtu shumë kërkesa. Këtë vit arsimin profesional do ta ndjekin rreth 7.000 nxënës.